Kosova meriton statusin e vendit kandidat. Kosova është prioritet absolut i politikës të jashtme të Shqipërisë, por e lidhur shumë ngushësisht me gjitha zhvillimet e brendshme në Shqipëri dhe në Kosovë. Kjo nuk është retorikë solidariteti dhe as formulë diplomatike, është orientim strategjik i qëndrueshëm shtetëror. Forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës është interes kombëtar i drejt për drejt i Shqipërisë, përveç se është dëshirë a jon e zemrës. Çdo njohje e re, çdo antarësim i ri, çdo hap drejt konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës është investim në sigurinë, në dinjitetin, në stabilitetin e të gjithë hapësirës tonë shqiptare, por edhe të rajonit. Shqipëria do të intensifikojë angazhimin diplomatik për zgjerimin e njohjeve në koordinim të vazhdueshëm së bashku krah për krah, por dhe për përparimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Shembulli i bashkëpunimit tonë për antarësimin në Këshillin e Evropës është një dëshmi e qartë se si mund të punojmë së bashku dhe me efikasitet. Dhe ai antarësim, siç e thamë dhe në takim, duhet jo se po lypet prej nesh, po sepse meritohet nga shteti i Kosovës. Barazia ndërkombëtare e Kosovës nuk është çështje simpatie, është çështje drejtësie, është çështje respekti për realitetin politik të krijuar me sakrificë dhe me punë çdo ditë. Integrimi evropian i Kosovës është testi i koherencës së vetë Bashkimit Evropian me vlerat që ai përfaqëson. Kosova ka dëshmuar qartësi euroatlantike, përkushtim ndaj reformave dhe stabilitet institucional. Ky përkushtim duhet të përkthehet në vendime konkrete. Sigurisht heqja e masave shtrënguese ishte pa diskutim një domosdoshmëri dhe ne kemi bërë të qartë që masat shtrënguese kundër Kosovës ishin kundër produktive dhe besoj tani ka ardhur koha që ta themi me plot gojen që Kosova meriton statusin e vendit kandidat pa standarde dyfisha dhe pa pritje të pafundme. Rajoni ynë apo politika e zgjerimit Bashkimit Evropian duhet përdoret si një armë e fuqishme gjeostrategjike Bashkimit Evropian për mos lejuar që Ballkani Perëndimor të influencohet nga forca malinje apo të ndikohet në procese që nuk i shërbejnë stabilitetit dhe paqes së zhvillimit në rajonin tonë.